mirë se keni ardhur në Kamenic. Edhe ashtu Kamenica nuk ishte se t'ju priste ndryshe për pos me një ambient të tillë të gjelbër si që është edhe vetë e gjelbër. Kamenica ka arrit të ndërtojnë një vizion, për në ato që edhe ne besojmë që është një vizion që përkon edhe me interesin e qytetarëve, po edhe vetë qytetit, në ato që Kamenica të jetë një qytet i zhvilluar, të jetë një qytet i gjelbërt, të jetë edhe një qytet që ecën karshi zhvillime teknologjike. Me thonë atë vizionin e plot, ne synojmë që Kamenica të jetë një qytet ku mund të rritet një familje e shëndosh dhe ekonomikisht e qëndrueshme. Kemi decentralizuar shërbimet e laboratoreve pra për analizat e gjakut në 5 fshatra të qytetit tonë, të cilat shërbejnë si pika grumbulluese për hapësirat përreth. Janë investuar në diku rreth 130.000 euro pra në 5 laboratore, me që raste kemi shkarku qendrën kryesore të mjekësisë familjare, por edhe kemi ofruar shërbimet më afër qytetarëve. Dhe kjo sigurisht është bërë falë mbështetjes së madhe që e kemi marrë nga qeveria e Kosovës, kryeministri dhe ministrat, mbështetjes së madhe të deputetëve përmes komunikimit edhe mundësimit të nënshkrimit të marrëveshjeve me ministritë. Komunat ku qeverisë lëvizja vetëvendosje janë shumë më transparente, më efikase, më të përgjegjshme dhe më afër qytetarit. Ndërsa tash duhet të fokusohem te komuna e Podjevës, ku bashkë me ekipin tim kemi nisur projekte të mëdha dhe transformuese, që nga infrastruktura arsimit, shëndetësisë e deri tek zhvillimi ekonomik dhe bujqësia. Dhe ajo që është më e rëndësishme, kemi rikthyer besimin e qytetarit në institucionin e komunës. Kjo nuk do të ishte e mundur pa bashkëpunimin e ngushtë me qeverinë e Republikës Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. Mbështetja që kemi marrë për projekte strategjike, për investime kapitale dhe për zhvillimin e komunave tona kanë qenë vendimtare. Duhet jemi krenar, më shumë se sa çdo herë si aktivist lëvizjes, për punët që po bëhen në nivelin lokal, veçanërisht në nivelin qendror. Me vullnet, edhe me përkushtim të madh dhe me mbështetje nga të gjithë, sidomos nga kryeministri dhe ministrat e qeveria, ne ja kemi dalë për mrekulli dhe besoj që secili prej kolegëve kryetar këtu është për çdo lëvizje dhe me rekordet e vetë. Hapat, vendimet, punët e qeverisë Kurti 2 këto vitet e fundit, edhe pushteti jonë lokal aty të qytetarët në teren e ka kriju një përshtypje sa që po thojnë më në fund edhe na po mundëm me përjetu ato që e kanë përjetu qytetet edhe komuna tjera në vitin 99 pra shlirimin e Kosovës. Është shumë rëndësishme që pushteti lokal të jetë pranë qytetarëve si për të drejtat e tyre ashtu edhe për nevojat e tyre. Gjatë këtyre 4 viteve kemi pasur bashkëpunim shumë të mirë me këta kryetarë të komunave, edhe me kryetarët e komunave gjithandej Kosovës, dhe le të punojmë bashkë sa më shumë e sa më shpejt që në gjitha komunat të kemi kryetarë, sikur këta kryetarë që janë këtu sot para jush, e të se t'i bëjnë kërkesa qeverisë Republikës për të mirën e qytetarëve pa dallim. Pra për hir të qytetarëve na duhet ndryshimi, bashkëpunimi ynë ka qenë i shkëlqyeshëm dhe këto e kemi parë edhe në zgjedhjet parlamentare, ku përqindja e vetëvendosjes në këto komuna me këta kryetarë që janë këtu para jush është gjithmonë ose sipër ose rrotull fitores referendare, jo vetëm vetëvendosjes si e para. Prandaj le të ndihmojmë, mbështesim këta kryetarë, por le të mos besojmë që ne ua kemi deleguar punën këtyre e ne do të jemi ata që do t'ju bashkangjitemi në fitore në vjesht. Sepse atë fitore e ndërtojmë, e zhvillojmë, e bëjmë, e përbëjmë secili prej neve. Është rëndësishme që ta kuptojmë se ne jemi pjesë e kësaj fitores,